Pas një dekade, Barcelona barazon rekordin e 10 fitoreve radhazi. Seria e Barcelonës nuk erdhi rastësisht. Rikthimi në formë u ndërtua hap pas hapi pas një fillimi të sezonit me luhatje dhe presion të madh mbi skuadrën. Edhe pse humbja ndaj Chelsea në Stamford Bridge ngriti pikpyetje për projektin, ajo ndeshje u shndrua në pikëthese për ekipin e Hansi Flick. Që nga ajo mbrëmje në Londër, Barcelona ka regjistruar 10 fitore radhazi në të gjitha gara, duke përfshirë triumfe ndaj Atletico Madridit, Real Betisit, Villarealit dhe Espanyolit. Kulmi i kësaj serie erdhi në Superkupën e Spanjës, ku Barcelona mposhti Real Madridin 3-2 në finalen e zhvilluar në Arabinë Saudite dhe fitoi trofeun e parë të sezonit. Sipas statistikave të klubit, kjo është seria më e gjatë e fitoreve që nga viti 2016, kur skuadra drejtohej nga Luis Enrique. Barcelona tani ka mundësinë të thyej këtë rekord nëse arrin fitore edhe në ndeshjen e radhës në Copa del Rey. A mendoni se skuadra e Hansi Flick është gati të vendosë një rekord të ri historik? Jepni mendimin tuaj në komente.